E shoqëruar nga drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi, kandidatja për kryetare në Bashkinë e Vlorës Brunilda Mersini zhvilloi një drek bashkëbisedimi me mjekët, infermierët dhe stafin shëndetësor të qytetit. Takimi u zhvillua në një atmosferë miqësore ku u ndan ide, përvoja dhe qëndrime mbi sfidat e përditshme të sistemit shëndetësor dhe rolin e bashkisë në mbështetje të tij. Në fjalën e tij, drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi vlerësoi kandidaturën e Brunilda Mersinit si zgjedhjen më të mirë për Vlorën, duke theksuar se profesionalizmi dhe përkushtimin e saj shumë vjeçar në fushën e shëndetësisë dhe administratës publike. Kandidatja Brunilda Mersini e cilësoi takimin një rikthim mes kolegësh e miq, me të cilët ka ndarë vite pune, përkushtim, sfidash dhe suksesesh. Në bashkëbisedim me pjesëmarrësit, ajo ndau prioritetet e saj për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore, me synim krijimin e një sistemi më efikas, më pranë qytetarëve dhe me standarde më të larta cilësie. Mersini theksoi se një qytet që kujdeset për njerëzit e tij është një qytet që ecën përpara, duke nënvizuar se përvoja e saj profesionale në shërbim të qytetarëve do të shndrohet në një politikë kujdesi dhe respekti për vlonjatët.